Prokuroria e Shkupit ka ngritur akuzë kundër 3 personave për vjedhje të rënë nga objekte të instalimeve publike që janë me rëndësi të veçantë për sigurinë e njerëzve dhe të pasurisë, për vjedhje të vazhdueshme të kablove në vlerë prej 440.000 eurosh, si dhe për shkaktim të një zjarri të rrezikshëm gjatë kryerjes së veprës. Prokuroria sqaroi se të akuzuarit, së bashku me persona të tjerë ende të pa identifikuar gjatë periudhës nga marsi deri në fillim të majit të këtij viti, nga rrethi i fabrikës Hekurana në Shkup, konkretisht nga objekti i Polukont, IGM dhe nga tunelet nëntëksore në për të cilat kalojnë kablot e energjisë elektrike, kanë marrë disa kilometra kablot të tensionit të lartë dhe të mesëm, pronë e kompanive Elektranat të Republikës së Maqedonisë së Veriut, njësia Energjia Shkup dhe Max Steel Shkup, me një dëm total prej rreth 440.000 eurosh. Në disa raste, përmes hapjeve me shkallë që çonin në tunelet nëntokësore, të akuzuarit hynin nga objekti i Polukonti IGM dhe pasi kontrollonin me pajisje që kablot nuk ishin në tension, i prisnin me sharë elektrike dhe i grumbullonin pranë hyrjes së tuneleve. Për shkak të veprimeve të tyre, më 9 prill ndodhi një zjarr në një nën stacion, me që rast u shkaktua dëm shtesë në instalimet publike, për riparimin e të cilave u deshte mbi 100.000 euro, si dhe u ndërprej prodhime dhe shpërndarje e energjisë elektrike për konsumatorët, me humbje prej rreth 60.000 eurosh. Më 6 maj, të 3 të akuzuarit shkuan përsëri në objekt me vetur për të përgatitur kablot për transport. Por, gjatë punës, njëri prej tyre u lëndua nga një kabël dhe të 3 shkuan me njëherë në qendrën urgjente në Tereza, ku ati i u dha ndihmë mjekësore. Pas kësaj, ata u kthyen në objekt për të marrë mjetet që kishin lënë dhe tentuan të largoheshin, por u kapën dhe u arrestuan me njëherë pas daljes nga rrethi i fabrikës. Prokurori publik i ka dorëzuar gjykatës kërkesë për vazhdimin e masës së paraburgimit për 3 të akuzuarit, pasi ende ekziston rreziku i aratisjes, mundësia e ndikimit mbi dëshmitarët dhe rreziku për përsëritje të veprës.